Shpëti Mustafa është një këngëtar i muzikës live që krahas angazhimeve tjera të privatësisë, fokusin e ka te karriera dhe mbrëmjet muzikore. Për të 2024 ka qenë i mbushur me performanca ku çdo javë i pati 2 deri në 3 data. Është shumë privilegj i madh kur e shoh që kjo muzikë po kërkohet. Sot e kësaj dite, sa për informacion u mbajnë përgjithësi këngë evergreen që janë. Këngë të vjetra qytetare, zbavitse, edhe popullore disa më të vjetra që janë, shumë më të veçanta. Edhe është shumë ndjenjë mirë kur e sheh sidomos gjeneratat e reja që i këndojnë edhe që i dinë komplet këngët prej fillimit deri në fund. Edhe e sheh që kultivohet kjo muzikë, është shumë kënaqësi e madhe. Ai u shpreh se ky lloj muzikës po pëlqejet nga masa. Teksa matës të suksesit konsideron dëgjuesin besnik që nuk përton me ardhë në mbrëmjet muzikore, kudo ku është shpëtimi. Këngëtari Mustafa është aktiv dhe në dasma, por me një repertuar krejtësisht ndryshe nga që jemi mësuar ta dëgjojmë deri më tani. Sa më dorshlir është dihet ajo, e din gjithë estrada, është pjesa e Pollogut maqedonisë. Gostivar Tetov pak më pak, pasi që edhe Tetova është pjesë e Pollogut. Gostivar Kërshov është pjesa ku gjithë estrada e dasmave ka ëndër me hynë treg atjes, pasi që ka shumë bakshish. Po unë e shoh si qels të bakshishit edhe repertuarin e këngëve patriotike. Pjesa e sofrës kur bëhet në darsëm, ajo është një moment ku askush nuk mundet me rezistu. Ai ka rezistuar edhe pagesën. Sa është e vërtetë që këngëtarët e live dhe të kryesisht dasmave pas pandemisë keni rrit çmimet. Shumica më kanë thonë po, sepse ka ndodhur se kom kuptuar. Po ka ndodhur. Është e vërtetë se kemi rrit çmimin në momentin kur pas pandemisë, kur kanë hyrë çmimet në çdo aspekt. Dhe në proporcion me rritjen e çmimit dhe inflacionit i kemi rrit normal edhe në çmimet. Po çmimet i kemi shumë reale dhe të arsyeshme. Nëse martona në tamë, sa pare me lypër martona? Për ty nuk është problem. 5.000 euro. Jo, hajgare. Kujtohet si u plaka. Çka cilëson shpëtimi pikë të fortë apo çelës kryesor të një suksesi dhe karriera fagjate? Mendoj që kjo është ajo arma ime e msheft dhe e çelësi i suksesit tim. Edhe këtë koment e marr gjatë gjithë kohës në vendet ku performoj, prej publikut, prej njerëzve që më dëgjojnë. Për në Zoom ai ka zbuluar edhe një detaj që do të vijë në vazhdim. E kam afër përfundimit, pjesën e këngës, audion, po mendoj. Është një, po ta jap si ekskluzivitet, është një tekst i Gjergj Fishtës, të cilin e kam zgjedh me rikthy, e kam realizuar si këngë, dhe pastaj do të shkoj edhe një kohë, nuk e di sa, saktësisht, për realizimin e klipit, mendoj ta realizoj edhe me klip, dhe do të publikohet shumë shpejt besoj. Nga këto tema kalojmë tani tek privatësia e shpëtimit. Ekskluzivisht për në Zoom, ai zbulon se Pyetjen e kam publike, nuk është se e kam mbajtur në sheft. Kam postu foto, vazhdoj me postu storie të ndryshme, kështu që jam i zënë. Tash edhe pak kohë presim me caktu datën e martesës, kështu që ju ftoj edhe publikisht. Përndryshe ajo është arkitekte, punon me interior design mirët, por nuk kemi pas kështu problem deri tash. Shpresoj që nuk do të kemi edhe në vazhdim. Kush është xhelozi më shumë? E kemi kaluar atë fazë, moti, pasi që jemi në lidhje një kohë gjatë. E kemi pas një fazë ku kemi qenë të dy xheloz, por tash jo më.